Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Habit mjeku, shega shëron këto tre sëmundje, ja mosha që duhet i konsumoj urgjent. Nga të qenurit në mbrojtje kundër gripit dhe deri tek luftimi i sëmundjeve të rënda, shegët kanë dëshmuar të jenë mbrojtëse të shkëlqyera të trupit ton. Ato janë të pasura me antioksidant dhe për këtë arsye mund të luftojnë shumë ndërhyrës të cilët na shkaktojnë në dhimbje dhe inflamacion. Ndërsa shumë përfitime përmenden, vetëm disa janë vërtetuar në të vërtet nga shkencëtarët, të cilat ne do t'ju a tregojmë në këtë video. Këto mënyra të dobishme mund të ndikojnë në trupin tuaj dhe në shëndetin e përgjithshëm. Mund të mbaj larg viruset dhe gripin sezonal. Me lëngun e tyre dhe kokrat, madje dhe lëkurën e tyre, shegët munden që të mbrojnë trupin tuaj nga patogjenët. Lëngu veçanërisht mundet që t'ju mbroj edhe nga tërheqja e viruseve nga ushqimi i infektuar duke mbrojtur zgavrat e gojës. Gjithashtu, ekstrakti i frutave i cili është një burim i shkëlqyer i vitaminës C ka treguar që të jetë një mbrojtje shkëlqyer kundër gripit të zakonshëm. Mund të ulë presionin e lartë të gjakut. Sipas ekspertëve, vetit antioksiduese të shegës janë zbuluar se reduktojnë me sukses hipertensionin dhe presionin e lartë të gjakut. Një studim ka treguar se ata të cilët vuajnë nga këto gjëra duhet të konsumojnë të paktën 240 ml lëng në ditë në mënyrë që të fillojnë dhe të shohin rezultate. Gjithashtu ata duhet të sigurohen që lëngu i shegës të jetë 100% natyral edhe pa sheqer të shtuar. Një mënyrë tjetër se si shega ndihmon në presionin e gjakut është përmes kaliumit. 100 gram sheg përmban 236 gram kalium, diçka e cila ndihmon në ruajtjen e shëndetit të kockave dhe funksionit të zemrës. Mundet gjithashtu që të përmirësoj problemet e tretjes. Njerëzit të cilët luftojnë me sëmundjen e Crohn janë shumë të njohur me problemet e stomakut që rezultojnë në ulje të oreksit dhe gjithashtu humbje peshe ndër të tjera. Arsyeja për këtë është grumbullimi i baktereve brenda stomakut që rezulton në inflamacion të rënd. Një zgjidhje që shumë studime kanë gjetur të jetë e dobishme është pikërisht konsumimi i shegës. Ekstrakti i frutit duket se është një mbrojtës dhe një sulmues i mirë kundër këtyre baktereve të cilat shkaktojnë gjithë dhimbjen. Mund të forcoj kujtesën tuaj veçanërisht në atë që luftojnë me Alzheimer. Ky ishte përfundimi i studimeve të Dr. Hartman, kur ai u dha pilula shege pacientëve të cilët bënin një operacion në zemër. Pilula e parë është dhënë një javë para operacionit dhe e dyta 6 javë pas. Pacientët vuan re se kujtesa e tyre ishte 100% e paprekur dhe madje dhe më e mirë se më parë. Nga ana tjetër, pacientët të cilët nuk morën pilula përjetuan humbjen e papritshme të kujtesës pas një operacioni. Dr. Hartman shkoi edhe më tej duke thënë se ai kishte disa prova se pilulat ndihmuan në krijimin e më shumë neuronëve në trup. Kjo nuk do të thotë se ai gjeti një kur për Alzheimerin, thjesht do të thotë se konsumimi i shegës që në moshë të re mund të ketë përfitime të mahnitshme. Mundet që të balancojë efektet e diabetit. Është zbuluar se nivelet e larta të sheqerit në gjak të lidhura me diabetin munden që të kontrollohen në thjesht duke ngrënë një sheg çdo ditë. Këto fruta mund të reduktojnë stresin oksidativ i cili është shkaku kryesor i diabetit. Ato gjithashtu reduktojnë edhe llojin e keq të kolesterolit duke ndihmuar në ruajtjen e një niveli relativisht të ulët të sheqerit në gjak. Megjithatë, pacientët me diabet duhet të jenë shumë të kujdesshëm në marrjen e përditshme të shegës. Në fund të ditës përmban sheqer, diçka e cila duhet të konsumohet
në sasi shumë të ulta. Përmirëson gjithashtu shëndetin e kockave dhe redukton dhimbjet nga artriti. Nga një studim I vitit 2011 u zbulua se vaji I farës së shegës mundet që të lehtësonte ndjeshmërinë e kyçeve. Për më tepër, shkencëtarët kanë gjetur prova të rëndësishme që tregojnë se si antioksidantët e frutave mund të luftojnë me sukses artritin. Jo vetëm kaq, por mund të përdoret nga kushdo për të rritur forcën dhe funksionin e kockave të tyre. Kjo u vërtetua më tej në një studim të vitit 2016, ku pjesëmarrësve ju dhanë 200 ml lëng shege në ditë dhe 6 javë më vonë, subjektet vunë re se ngurtësia e kockave u ul dhe funksioni I tyre fizik u rrit. Nga ana tjetër, edhe lëngu I freskët I shegës sjell shumë të mira shëndetësore. Lëngu I shegës përmban 100 fitokimikale dhe për mira vitesh ky frut është përdorur për mjeksi. Në ditët e sotme, studimet kanë theksuar se lëngu I shegës sjell shumë të mira shëndetësore. Lëngu I këtij fruti ndihmon në parandalimin e sëmundjeve të këqija, rrit sistemin imunitar dhe rrit pjellshmërinë. Ja cilat janë të mirat shëndetësore që ju mund të merrni nga lëngu I shegës. Antioksidant. Shega është e mbushur me fitokimikale. Këto kimikate janë antioksidant I fuqishëm. Lëngu I shegës përmban nivele të larta të antioksidantëve, më shumë se shumica e lëngjeve të tjera. E pabesueshme, por lëngu I shegës përmban 3 herë më shumë antioksidant se vera e kuqe dhe çaji I shil. Vitamin C. Lëngu I shegës përmban 40% vitamin C që ju duhet në baza ditore. Lëngu I freskët I shegës përmban maksimumin e lëndëve ushqyese për vitaminën C. Parandalon sëmundjen e Alzheimerit. Antioksidantët që përmban lëngu I shegës besohet gjithashtu se ndihmon në ngadalësimin e sëmundjes së Alzheimer si edhe mbron kujtesën. Tretje, lëngu I shegës ndihmon gjithashtu edhe në reduktimin e inflamacionit në zorë dhe përmirëson tretjen. Ky lëng mund të jetë I dobishëm për njerëzit të cilët vuajnë nga sëmundjet e zorrëve. Antiinflamator. Lëngu I shegës është një burim I fuqishëm antiinflamator për shkak të përmbajtjes së madhe të antioksidantëve. Shega gjithashtu mundet të zvogëlojë edhe inflamacionin tuaj, si edhe përmirëson ndalimin e stresit dhe kontrollin e tij. Lëngu I shegës mundet që të ndihmojë shumë edhe persona të cilët vuajnë nga sëmundjet e zemrës, mbron në zemrën dhe arterjet. Studimet e fundit kanë dalë në përfundimin se ky lëng përmirëson qarkullimin e gjakut dhe ndihmon në parandalimin e kolesterolit në arterje. Presioni I gjakut. Pirja e një gote lëng shege në përditshmëri ndihmon në uljen e presionit të gjakut. Megjithatë, studime të shumta ende kanë treguar se mundet që të mbajë nën kontroll. Kujtesa. Pirja e një gote me lëng shege në përditshmëri e përmirëson kujtesën dhe falë vitaminës K, shega mundet që të rrisë pjellërinë, rrit performancën gjatë ushtrimeve dhe mban nën kontroll sheqerin në gjak. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos I përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj, para përdorimit, konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse I keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.